Gjetja një pune jashtë vendit, qoftë edhe përkohësisht, është bërë një tendencë që ndryshme gjatë viteve të fundit, dhe kjo reflektohet edhe në të ardhurat që ata po gjenerojnë nga punësimi sezonal. Afërsia me vendet si Italia dhe Greqia, por edhe mundësia për të punuar online, kanë zgjeruar gjeografinë e shteteve nga të cilët shqiptarët gjenerojnë të ardhura. Eurostat, në sistemin e vetë të dhënave, krahas prurjeve nga emigrantët, publikon edhe të ardhurat nga transferta nga puna sezonale për shtetasit shqiptar për vitin 2024. Nga rreth 2.1 miliard euro janë dërguar në Shqipëri gjatë vitit 2024 nga transfertat personale dhe kompensimi punonjësve. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat, transfertat personale përbënin 31.6% të totalit, ose 663 milion euro. Kjo është shuma e fituar nga ata që punojnë jashtë shtetit dhe transferuar në Shqipëri, të paktën zyrtarisht.